postime në Instagram ku njerëzit mendojnë që të gjitha janë të paguara. Po, atëherë mendoj që fama në Shqipëri pa diskutim sjell të mira materiale. Ka goxha njerëz të famshëm ose influencer në Shqipëri që kanë një jetesë jashtëzakonisht shumë të mirë nga kjo, por do të thoja që këta njerëz janë shumë të pakët, me çfarë ne shohim vërdall, gjithë vajza shumë të bukura, po edhe djem së fundi që po merren mirë me blogimin dhe me këto gjëra që nuk kanë besoj të njëjtat të mira materiale si pjesa tjetër e tyre. Sepse pagesat mendoj janë shumë ndryshe me çfarë ne mendojmë në botë se bëhet e çfarë ndodh në Shqipëri. Cila kategori e famës është ajo që të sjell më shumë para? Muzika, televizioni, blogerimi? Unë mendoj se muzika, sepse muzikantët kanë filluar të bëjnë goxha para me koncertet live, sepse janë të kërkuar dhe sidomos artistët që janë në top list. Koncertet live në Franca. Po, koncertet live. Janë të kërkuar në klubet, sidomos pjesa e verës, mendoj se u sjell shumë angazhime dhe sjell shumë gjëra të reja dhe të mira në jetën e tyre. Mendoj se muzika live ose thjesht të dalja nëpër klubet e Shqipërisë, po edhe gjëra të tjera që organizohen nga bashkia ose gjëra të këtij lloji, ju sjellin goxha të mira materiale. Po në fakt se ka